legët nuk janë as tonat, as tuajt, po janë të shtetit. Dhe janë po ato. Nëse sistemi abuzon me faktin që jemi të pavarur, duam të kërkojmë, duam të shtojmë, duam të bëjmë, se po shikoja para se të vija këtu edhe se sa vazhdon paguan shteti për ata që kanë ikur nga vetingu. Ajo është një histori tjetër në vete. Edhe ata marrin një pjesë të këtyre zyrave, të këtyre sallave. Sikur për shembull shteti mos paguan të gjykatësit që kanë ikur nga vetingu akoma, ne mund t'ja u jepni ju ato para dhe ju mund të merrni me qira hapësira shumë të mira për këto funksionet tuaja. Por i marrin ata, akoma sot flas. Dhe ka akoma gjyqe, janë akoma në gjyqe që pretendojnë të marrin para për të vazhduar të paguhen për shkak se janë larguar nga vendi punës. Këto janë gjëra që të gjitha bashkë shkojnë në një tërësi parash që pastaj rëndon. Kështu që faktikisht sot ne paguajmë, mos gabojmë, flas vetëm si qeveri, si pushtet ekzekutiv, paguajmë mbi 10 milion euro qira në vit. 10 milion euro qira në vit. Në 2 vjet bëhen 20, në 3 vjet bëhen 30, në 4 vjet bëhen dhe sigurisht që janë funksione për të kryer. Po ndërkohë shpresojmë dhe besoj që duke ndërtuar gjithë to zyra, do mundemi më në fund të paktën që qeverinë mos ta kemi me qira, se është qesharake. E njëjta gjë